menaxhon stresin kur klientët janë të vështirë ose pagesat vonohen. Një mënyrë e mirë për me bërë një menaxhem të tillë është me pas planifikime paraprake, do me thonë se ki klient të vështirë, duhesh u mundu mi akomodu kërkesat e tyra, edhe që në fillim me startu duke vendos boundaries ose limite, edhe mos me punu për punat të cilat janë ose kërkesat të cilat janë out of scope. Do me pas ashtu pak thick skin, edhe me ditë me thonë jo, kur kërkesat janë të parasyshme ose janë jashtë asaj për cilën ti paguash. Ndërsa nëse pagesat vonohen, atëherë duhet me ditë me qenë konsistent në kërkim, po jo dhe i mundimshëm në kërkim. Do të thonë u bashkë të annoying, do i thonë ç'është mi paret. Po mi dërgu reminders të her pas hershme, edhe pse realisht nuk është që kom pas shumë probleme kur vjen puna të pagesave, zakonisht klientët janë shumë të perfekt, veçanërisht nëse gjenden përmes platformave të cilat nëse i përmenda.